Pesë nën kryetar fshatrash të qarkut Shkodër do të hetohen në gjendje të lirë pasi policia ka zbuluar dhe asgjësuar një sasi të madhe bimësh kanabisi që arrin në rreth 4.000. Ky hetim është pjesë e një operacioni të gjerë të policisë i cili ka për qëllim goditjen e kultivimit dhe shpërndarjen e bimëve narkotike në këtë zonë. Operacioni policor i koduar Koordinata ka si synim të kontrollojë territoret për problematiken e kultivimit të bimëve narkotike, sidomos në zona të thella dhe të vështira për të kontrolluar. Gjatë këtyre kontrolleve, shërbimet e policisë kanë arritur të identifikojnë dhe asgjësojnë një sasi të konsiderueshme të bimëve të dyshuara narkotike kanabis sativa, të cilat ishin kultivuar në disa zona të njësisë administrative Pult, Ana e Malit, Shosh dhe Shal. Përveç bimëve kanabis janë sekuestruar gjithashtu 510 kg lëndë narkotike në formën e boçës, e cila është gjithashtu një provë fort për aktivitetin kriminal dhe kultivimin e shpërndarjen e lëndës narkotike. Pasi u morën masa për zgjedhësimin e bimëve, policia ka referuar materialet e hetimit në prokurori dhe ka nisur procedimin penal për disa individ që dyshohet se janë përfshirë në këtë aktivitet të paligjshëm. Në këtë kontekst janë ngritur akuza për kryetarët e 5 fshatrave të cilët do të jetohen në gjendje të lirë. Ata janë kryetari i fshatit Nemovriq, kryetari i fshatit Leknin Kaj, kryetari i fshatit Kuj dhe kryetari i fshatit Vuksanaj. Përveç këtyre është incizuar procedimi edhe për kryetarin e fshatit Palaj, me të cilën janë ngritur 2 akuza, shpërdorim detyre dhe moskallëzim të krimit. Operacioni Koordinata është një nga përpjekjet më serioze për të goditur kultivimin e kanabisit në zona të ndryshme të Shqipërisë dhe autoritetet kanë deklaruar se nuk do të ndalen deri në vënien përpara përgjegjësisë penale të gjithë atyre që janë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal.